Faleminderit që na ndiqni në kanalin ton. Nëse ju pëlqen horoskopi yndëtor, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani videon me miqtë tuaj. Rubrika jone horoskopet vjen çdo ditë për të sjellë parashikime të qarta për çdo shenjë të zodiakut. Horoskopi datë 13 janar. Dashi ndjen një val pozitive energjie që fuqizon idetë kreative dhe potencialin për të parë të re financiare. Sot mund të lindin mundësi të reja për të rritur të ardhurat, sidomos nëse jeni të gatshëm të bashkëpunoni apo të merrni iniciativa të guximshme. Shëndeti duket i fortë, por kujdesuni të mos e teproni me ritmet e shpejta të punës dhe jepni hapësirë pushimit për të ruajtur qetësinë mendore dhe fizike. Në dashuri, çiftet mund të ndjejnë një afrim më të madh mes tyre nëpërmjet dialogut të sinqertë, ndërsa beqarët ndihen më të hapur ndaj takimeve të reja me perspektivë serioze. Në përgjithësi, kjo ditë sjell një ndjenjë rikuperimi emocional dhe një qasje më të pjekur ndaj jetës. Këshilla për ju është ta përdorni këtë fuqi të re për të bërë zgjidhje strategjike, sidomos për financat dhe marrëdhëniet tuaja. Demi sot ka mundësi të forcojë sigurinë e tij financiare nëse merr kohë për të planifikuar me kujdes buxhetin dhe investimet. Është ditë e mirë për të bërë zgjedhje praktike që ju sjellin stabilitet afatgjatë më shumë se sa fitimet e menjëhershme dhe impulsive. Shëndeti është i qëndrueshëm për Demin këtë 13 janar, por mbani një ritëm të balancuar dhe mos neglizhoni pushimin e nevojshëm. Një rutinë e mirë do të ndihmojë energjinë tuaj të jetë e qëndrueshme. Për çiftet, komunikimi i qetë dhe i hapur i sjell më afër njëri tjetrit. Mund të ndani çdo mendim dhe ndjesi me partnerin tuaj pasi i keni besuar. Ndërsa beqarët do të ndihen tërheqës dhe gati për aventura romantike me potencial serioz. Këshilla e ditës për Demin është të organizojë gjërat me qetësi dhe të mos lejojë impulsivitetin të drejtojë vendimet tuaja. Binjakët kanë një ditë reflektimi dhe qartësie emocionale sot që i ndihmon të kuptojnë mirë prioritetet financiare dhe të shmangin vendime impulsive. Energjia rreth jush sjell një ndjenjë transformimi, duke zgjidhur çështje që dukeshin deri sot shumë të ndërlikuara. Shëndeti përfiton nga një qasje më e qetë. Praktikoni ushtrime të lehta ose meditim për të ruajtur balancën tuaj. Për çiftet, ndjenja e mirëkuptimit dhe reflektimi mbi lidhjen tuaj do t'ju sjellë qetësi, ndërsa beqarët nga ana tjetër do të kenë një ndjenjë paqeje që i bën gati për takime me shumë vetbesim. Këshilla për binjakët është të mos shqetësohen për detajet, por të përqendrohen tek thelbi i gjërave. Gaforja. Për gaforën, kjo ditë ndihmohet nga një ndjenjë re lirie emocionale që ju lejon të lini pas ngarkesat e së kaluarës, duke ju përmirësuar stabilitetin tuaj emocional, atë financiar dhe produktivitetin. Energjitë planetare ju ofrojnë një qartësi që ju ndihmon të keni më shumë kontroll mbi vendimet tuaja monetare. Shëndeti duket i mirë, por mos neglizhoni rëndësinë e pushimit. Relaksimi dhe aktivitetet e qeta do t'ju rrisin mirëqenien. Në dashuri, çiftet do të ndjejnë mirëkuptim dhe do të afrohen më thellësisht me partnerin ose partneren e tyre, ndërsa beqarët përjetojnë momente të këndshme takimesh që ju ndikojnë pozitivisht. Këshilla e ditës për gaforen është ta hapni zemrën ndaj ftesave të reja. Këto mund të çojnë në diçka të bukur dhe të papritur. Luani. Sot yjet sugjerojnë të fokusoheni në intuitën tuaj, pasi do t'ju sjellë qetësi dhe do ju ndikojë në mënyrë pozitive në financa. Ndoshta kuptoni më qartë ku ta vendosni energjinë për të rritur të ardhurat dhe për të ulur shpenzimet e panevojshme. Në aspektin shëndetësor, është ditë e mirë për ta zhytur veten në momente qetësie. Një shëtitje e shkurtër ose pushim i mirë ju rigjeneron trupin dhe mendjen. Në dashuri, çiftet ndihen më të lidhur emocionalisht kur bëjnë biseda të hapura dhe sinqerta për atë që ndjejnë dhe duan nga e ardhmja.
Kjo ju krijon një atmosferë besimi. Beqarët ndihen tërheqës dhe të sigurt, por është e rëndësishme të mos nxitohen në zgjedhjet që bëjnë. Vlerësojini njerëzit që tregojnë vlera të përbashkëta dhe sinqeritet. Përditshmëria premton një ndjenjë rikuperimi dhe ndërgjegjësimi të brendshëm për Luanin, duke reflektuar mbi prioritetet, hapni rrugë për rritje dhe qartësi. Virgjëresha. Për Virgjëreshën, dita e 13 janarit sill një përqendrim të fortë në aspektin financiar dhe rutinën tuaj. Energjia astrologjike ju mbështet të bëni vendime me kujdes për buxhetin ose investimet. Mos e lini vendimarrjen në dorë të impulseve, por analizojeni çdo hap me racionalizëm. Shëndeti sot lidhet drejt për drejt me stabilitetin e një rutine. Orari i strukturuar i gjumit, ushqimit dhe ushtrimet të lehta do t'ju rrisin qarkullimin e energjisë dhe ju ndihmojnë të shmangni tensione nervore. Në dashuri, çiftet ndjejnë harmoni, do të komunikojnë hapur shqetësime dhe dëshirat e tyre duke ndërtuar besim më të fortë. Beqarët ndjehen të sigurt dhe tërheqës dhe mund të krijojnë lidhje interesante në situata sociale ku ndihen të lirë të shprehin veten. Për Virgjëreshat është një ditë e mirë për të vlerësuar detaje dhe për të vendosur themele të qëndrueshme për sukses afatgjatë. Peshorja. Sot peshorja ndjehet e ftuar të gjejë ekuilibrin midis kërkesave që e rrethojnë dhe qartësisë e qetësisë së brendshme. Në planin financiar, bashkëpunimi dhe dialogu ju ndihmojnë të zgjidhni dilema që lidhen me parat ose projektet tuaja. Mos u ngutni, kërkoni mendime nga njerëz që ju besoni dhe analizojini mirë mundësitë. Shëndeti është shumë i ndjeshëm ndaj nivelit të stresit, ndaj mos hezitoni të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Aromaterapia, meditimi ose momente me muzikë mund të bëjnë mrekulli për shëndetin tuaj. Në dashuri, çiftet përfitojnë nga harmonizimi i energjisë, duke dëgjuar njëri tjetrin mund të zgjidhni paqësisht çdo keq kuptim. Beqarët nga ana tjetër ndjehen më tërheqës dhe kanë mundësi takimesh interesante, sidomos në ambiente ku ndihen të lirshëm të shprehin personalitetin e tyre. Për Akrepin, dita e sotme është një rast i mirë për të fokusuar te intensiteti emocional dhe vetë reflektimi. Financat mund të kenë nevoja të veçanta sot. Mund të ndiheni të tërhequr drejt investimeve, por sigurohuni të kuptoni mirë rreziqet përpara se të angazhoheni. Shëndeti kërkon vëmendje. Meditimi ose shkrimi i mendimeve tuaja do t'ju sjellë stabilitet emocional. Në dashuri, çiftet mund të ndjejnë një lidhje më të thellë nëse i ndajnë mendimet dhe ndjenjat e tyre me sinqeritet, pasi krijojnë një bashkëpunim emocional që e bën marrëdhënien më të qëndrueshme. Nga ana tjetër, beqarët ndihen tejet tërheqës, sidomos ata që kërkojnë thellësi dhe një kuptim të vërtetë në lidhjet e reja. Sot është dita ideale për të dëgjuar zërin tuaj të brendshëm. Shpesh ju ndihmon të bëni zgjedhje që nxisin rritjen. Këshilla e horoskopit për Akrepin është ta shfrytëzoj këtë intensitet për të njohur më mirë me veten. Shigjetari sot ndjehet i ftuar të bashkërendojë energjinë e brendshme me ritmet e jetës. Financat ju përfitojnë nga një qasje e kujdesshme me synime të qarta. Shikoni mundësitë për të zgjeruar burimet e të ardhurave, sidomos përmes bashkëpunimeve të reja, dhe mos neglizhoni rëndësinë e një plani afatgjatë ekonomik. Shëndeti duket mirë, por mos e teproni me aktivitetet e rënda pa i alternuar me pushim. Muskujt dhe mendja juaj kanë nevojë për qetësi. Në dashuri, çiftet përjetojnë harmoni nëse do të ndajnë eksperienca të reja së bashku. Planifikoni udhëtime të vogla ose aktivitete që ju lidhin më shumë. Beqarët do të ndihen energjik dhe tërheqës. Do të marrin vëmendje në rrethin e tyre shoqëror dhe një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka shumë të rëndësishme për ju. Brisjapi sot ndjehet i fokusuar drejt qëllimeve afatgjata dhe stabilitetit financiar që po arrini gradualisht. Yjet ju inkurajojnë të analizoni me vëmendje planet tuaja ekonomike dhe të shmangni shpenzimet impulsive, duke u përqendruar më tej te rritja e sigurisë financiare për të ardhmen. Shëndeti juaj është i mirë, por kërkon disiplinë. Një orar i strukturuar gjumi do t'ju rrisë qetësinë dhe nivelin e energjisë, pasi e keni lënë pas dore së fundmi.
Për çiftet, bashkëpunimi dhe komunikimi i qetë ju sjellin afrimitet emocional duke e forcuar lidhjen tuaj me partnerin. Nga ana tjetër, beqarët ndihen më të pjekur dhe gati për lidhje serioze. Kjo është një ditë e mirë për të vlerësuar ato marrëdhënie që kanë një potencial real afatgjatë. Këshilla për britsjapin sot është të eci me një ritëm të qëndrueshëm drejt qëllimit tuaj dhe të kujdeseni për sigurinë tuaj të brendshme, por edhe për sigurinë tuaj materiale. Ujori sot ndjen një qëllim të fuqishëm drejt ideve të reja dhe këndvështrimeve origjinale që mund t'i shndërrojnë në mundësi financiare konkrete. Mos hezitoni të prezantoni idetë tuaja. Bashkëpunimet shoqërore ose profesionale do t'ju sjellin mundësi të vlefshme. Shëndeti është i ndjeshëm, prandaj kërkon një balans mes stimulimit mendor dhe pushimeve. Një aktivitet krijues do t'ju ulë stresin. Në dashuri, çiftet ndjejnë një frym bashkëpunimi dhe dialogu që e forcon më tej lidhjen tuaj dhe e zhvillon atë në një nivel më të thellë. Beqarët ndjehen të hapur ndaj takimeve në ambiente ku mund të shprehin interesat e tyre intelektuale dhe kreative. Këtu mund të lindë diçka unike dhe një lidhje me perspektiva fatgjatë. Këshilla për ujorin është ta përdorni shpirtin inovativ për të krijuar mundësi reale që ju ndihmojnë të arrini qartësi dhe pjekuri. Peshqit në këtë 13 janar kanë një ditë të mbushur me mundësi të fshehta që ju çojnë drejt rritjes personale dhe sociale. Financat përmirësohen, por duhet të dalloni shenja të vogla. Një bisedë e qetë ose një ide e menduar në heshtje do t'ju hap dritare për mundësi të reja financiare ose një punë të re. Shëndeti përmirësohet kur I kushtoni vëmendje sinjaleve që ju jep trupi juaj. Përpishuni të jeni në qendër të qetësisë suaj. Në dashuri, çiftet ndjejnë një hapje më të thellë emocionale që e zbukuron lidhjen dhe ju krijon më shumë afërsi. Ndajini ndjenjat pa frikë që të forconi besimin mes jush. Beqarët janë të ndjeshëm dhe intuitiv. Një bisedë e rastësishme do t'ju sjellë një transformim perceptimi mbi veten dhe marrëdhëniet romantike. Pranoni çdo moment si mundësi për të mësuar dhe për të vepruar më me shumë qartësi. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.